Shqipëria e përfaqësuar nga kryeministri Rama do të jetë anëtare e Bordit të Paqes, një organ ndërkombëtar kalimtar i mandatuar nga Kombet e Bashkuara në nëntor të vitit 2025 për të administruar, rindërtuar dhe rimëkëmbur Gazën pas konfliktit me Izraelin. Ky bord është një ide dhe nis me presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili do të jetë edhe kryesuesi i Bordit të Paqes, të cilin e konsideroi edhe si bordin më të madh dhe prestigjioz të mbledhur ndonjëherë në gjithë botën. Bordi drejtuar nga Trump do të përbëhet nga figurat më të larta shtetërore dhe jo vetëm personalitete nga i gjithë bota. Në listën e anëtarëve të mandatuar janë Tony Blair, ish kryeministri britanik, i pari i cili hodhi idenë e administrimit ndërkombëtar të Gazës në gusht të vitit të kaluar. Po ashtu nuk mungon as sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe i dërguari special i Trump për lindjen e mesme Steve Witkoff. Antar është edhe dhëndri i presidentit amerikan Jared Kushner, i cili do të kryejë një investim strategjik në Shqipëri, në ishullin e Sazanit, me vlerë 1.4 miliard dollar. Ndër të tjera edhe Nikolaj Mladenov, koordinatori i Kombeve të Bashkuara për Paqe në lindjen e mesme, apo edhe Ajay Banga, presidenti i Bankës Botërore. Në këtë bord të Paqes ka ofruar kontributin e saj edhe Bashkimi Evropian për menaxhimin e territoreve palestineze. Kraj gjithë këtyre figurave botërore do t'ulet edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili më herët ka mbështetur Shtetet e Bashkuara në përpjekjet e tyre për të zgjedhur konfliktin mes Izraelit dhe Gazës prej 7 tetorit të vitit 2023, por që përfundoi me marrëveshjen e paqes të nënshkruar në Egjipt nga vetë presidenti Trump. Në administratën e dytë në Shtetet e Bashkuara të presidentit Trump, marrëveshja e paqes mes Izraelit dhe Hamasit është konsideruar si suksesi më i madh ndërkombëtar deri më tani, dhe tashmë edhe Shqipëria me kryeministrin Rama do të ofrojnë asistencën e do të lënë gjurmën e tyre në këtë sukses me një vend të posaçëm si antar themelues të bordit. Mentor, çfarë është ky bord i paqes? Ja nisim nga disa pasaktësi faktuale në kronik. Po. Spari, a do jetë apo jo, nuk është vendosur ende, nëse Shqipëria do jetë antare e bordit. Duhet një vendimarrje, është një proces i gjatë, do ratifikohet e kështu me privat, duket që po e tha Trumpi më rifor. Është një procedurë në vete, një. S'dyti, ky nuk është bordi që do merret me Gazën. Pra, kemi një tjetër bord që quhet Bordi Ekzekutiv i Gazës, që është një nën strukturë e bordit të paqes. Pjesë e kësaj. Pra, që është pjesë e kësaj. Pasaktësia e dytë që ta relativizojmë pak pasaktësinë. Pasaktësia e dytë është që Kombet e Bashkuara kanë mandatuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Trump për ndërtuar bordin e paqes për Gazën me një mandat të përcaktuar kohor deri në vitin 2028. Në këtë rast,